Presidenti Amerikan Donald Trump tha se do të urdhërojë agjencitë federale të fillojnë publikimin e dosjeve qeveritare që lidhen me alienët dhe objektet fluturuese të pa-identifikuara, pasi siç u shpreh, ka interes të fortë publik për këtë çështje. Në një postim në rrjetet sociale, Trump tha se do t'i kërkonte shefit të Pentagonit, Pete Hegseth, dhe agjencive të tjera të publikonin informacionin, duke e quajtur çështjen jashtëzakonisht interesante dhe të rëndësishme. Më herët gjatë ditës Trump akuzoi ish-presidentin Barack Obama për zbulim të informacionit të klasifikuar, kur diskutoi publikisht për alienët, duke thënë se ai bëri një gabim të madh. Ai e nxori nga informacioni i klasifikuar. Nuk supozohet ta bëj këtë, u tha Trump gazetarëve gjatë udhëtimit për në Gjeorgji. Të shtunën gjatë një interviste me prezantuesin e podcasteve, Brian Cohen, Obama u pyet nëse alienët ekzistojnë. Ata ekzistojnë vërtet, por unë nuk i kam parë dhe nuk po mbahen në zonën 51. Nuk ka një strukturë nëntoksore, vetëm nëse ka një konspiracion të madh dhe ata e fshehën nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, tha Obama. Zona 51 është një strukturë klasifikuar e forcave ajrore në Nevada, për të cilën teoricien ekstremist kanë spekuluar se mban trupa alienësh dhe një anije kozmike të rrëzuar. Arkivat e CIA-s të publikuara në vitin 2013 thanë se ishte një vend testimi për aeroplan spion tepër sekret.